Pala, Azdren, mirëmëngjese. Mirëmëngjes. Zhvillimet shumë të po vinë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndikuar sigurisht nga zhvillimet në lindje të mesme. Çfarë kemi të reja, Bardh? Po, Gonxha, në fakt veç prej Amerikës në ndodhin zhvillimet, edhe pse lufta u bë mes dy shteteve në lindje të mesme. Po të marr parasysh që e kemi një president mi quajt but jo konvencional në Amerikë, edhe normalisht e lyp, e dën edhe e merr vëmendjen në mënyra edhe, kisha më thonë, edhe bukur të çuditshme. Mirë, e tha një deklaratë gjatë ditës së djeshme, as kush nuk e di se çfarë mund të bëjë, është vetëm retorike Trumpit apo përgatitet vërtet për një ndërhyrje ushtarake amerikane dhe duke u bazuar edhe në disa zhvillime të tjera që ju po gjekin në rrjetet sociale. Po, gjithsesi, po mendoj se ky është problemi më i madh, kur një reality show TV star e merr zyrën në vale, edhe del me deklarata të tilla ku krejt bota është me sy kaj, ai del thot nuk e di se çka ka me bë. Është e pa precedent, nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Në fakt edhe ku e ka thonë ato është edhe më komike. Domethënë presidenti Trump dje gjatë gjithë ditës kur krejt bota i ka pas sy të kaj, me krejt çka u marr ka qenë vendosja e 2 flamujve në shtëpinë e Bardh. Domethënë gjatë gjithë ditës tweet i pari Trumpit, në Truth Social, në fakt, i pari Trumpit, që ka qenë, këtë kanë qenë të e prit vendimin se çka ka me bo, ai ka folë për këta 2 flamuj që ka me gjitë në shtëpinë e Bardh. Edhe kur e ka japë këtë deklarat, e ka japë para disa punëtorve, cilët janë marrë në atë punë të ngjitjes së flamujve në shtëpinë e Bardh. Domethënë është krejt e pa precedent dhe nuk ka ndodhur kur më parë. Domethënë kemi një president amerikan i cili nuk i ka disa vija të trasha në raport me politikën e jashtme. Po, mirë, çfarë sipas jush, çfarë si mund të intervenojë, çfarë mund të bëj Amerika në gjithë këtë konflikt, madje janë përmendur edhe përdorimi i bombës GBU 57. Po në fakt, duhet potencuar fakti se presidenti Amerikan vetëm ka përgatitur atë, nuk e ka dhënë urdhrin, por të më thënë plani strategjik për intervenim të mundshëm pra është bërë, dhe sigurisht se tashi kjo shihet nga 2 aspekte. Në aspektin e parë, Irani pas gjithë atyre negociatave nuk është se ka arritur që të nënshkruajë dhe tërheqja nga ai plan i famshëm ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga ai plan, sigurisht se ka ndikuar. Dhe madje po lexoj shtypin amerikan sot mëngjes, ku disa media atje thonë se ka qenë çështje ditësh, ndoshta edhe javësh, kur Irani do të mund të kishte armet bërthamore. Dhe unë besoj që nuk është e rastit, nuk është rastësi kjo që ndodhe dhe sulmi i Izraelit, sepse Izraeli e atakoi i pari, pra gjithsesi kjo ndikon dhe unë besoj që kjo do ta përshkallëzoj dhe është gjëja më e mirë që do të mund mos ndodhte. Dhe intervenimi në një luftë hapur të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoni që jemi një hap më afër paqes apo një hap më afër përshkallëzimit të situatës? Po në fakt, shtetet e mëdha, me thekst veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përdorin kanë 2 metoda. Është metoda e parë e karrotës dhe metoda e dytë është e shkopit. Dhe si duket tek e para nuk ka funksionuar deri tani dhe është një lloj presionit mbi Iranin. Gjithsesi kemi parë edhe kërkesën kur i tha se dorëzoj, tha se s'mund ta fitosh një luftë para ca ditë, dhe kemi parë dhe reagimin e liderit suprem të Iranit ku thotë se në asnjë variant nuk do të dorëzohet. Nga ana tjetër kemi parë edhe po ashtu sulmet bërëshri, madje kishte edhe raketa hipersonike ku Irani e kishte sulmuar duke përfshirë edhe kryeqytetin Tel Avivin dhe qytete të tjera. Sigurisht se nuk përjashtohet dhe unë besoj që edhe mund të ketë një intervenim ushtarak nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por problematika është se ndodh në një kohë shumë të keqe, në kohën kur vazhdon të jetë një luftë shumë e ashpër në Rusi-Ukrainë, dhe natyrisht impakti i saj është në tri fusha. Shtrihet pra në politikën e jashtme, në ekonomi dhe në siguri. Kjo do të reflektojë gjithsesi edhe në Evropë dhe natyrisht të pashmangshëm edhe në Ballkan edhe në Kosovë. Mirë, nëse SBA, Azdren, ka gjatë të ndërhyjë ushtarakisht në lindje të mesme, çfarë mund të ndodhë me superfuqitë e mëdha si Rusia, Kina,
çfarë mund ndodhë në rajon të lindjet mesme, si mund përkthehet dhe pastaj çfarë mund ndodhen edhe në vendin tonë? Që unë mendoj e para që nuk ndërhyn SBA-ja. Trumpi është presidenti i cili që tha dhe kolegu pak edhe showman, po megjithatë e ka një fuqi ekzekutive mbrapa që se ka asnjë shtet në botë. Kështu që këto konflikte, edhe ky në lindjen e tashmon të mesme aty, edhe konflikti Rusi-Ukrainë, mendoj që kanë mu toleruar deri te marrëveshja që s'kanë pas qare pa nënshkruar ato shtete që janë të implikuar në luftë, aq sa i nivelit të Amerikës. Amerika realisht po e mat fuqinë e vendeve që potencialisht kanë qenë kacnim deri sot, edhe e dyta po e mat atë, si më thon, lidhjen e aty në shteteve të forta, që është Kina dhe Rusia, me këto vende ku zakonisht përdoren si satelit, por me u implikuar të mëdhajat. Deri tash apo shohim, na kemi një heshtje kushimisht shumë totale edhe të kinezëve dhe rusëve. Madje presidenti Putin doli tha që jam i shqetësuar për konfliktin mes Iranit dhe Izraelit, që i bjen këtë situatë, Amerika e lexon që është në favorin e vetë dhe është në pozicionin më të fortë mund. Është në favor të Amerikës gjithë kjo situatë? Unë nuk kam fort dilema në këtë punë. Pra, Amerika po i konsolidon ose po e lexon, po e analizon situatën se sa kanë fuqi reagimi, sa kanë fuqi ekzekutimi, ato fuqi që ne i kemi hamendësuar deri sot si të barabarta me Amerikën. Për Rusinë, për Kinën, për disa fuqi tjera që janë aty, janë hamendësuar ose kanë menduar njerëz për mua naivisht që tashmë është koha ku këto balancohen nga fuqia ekonomike dhe ushtarake me Amerikën. E po e shohim që si janë. Madje as paraforësisht nuk i përngjajnë mitit që ngrinë me këtë fuqi. Prandaj në gjykimin tem, këto janë testet e Donald Trumpit, të Amerikës këtë rast, se nuk reduktohet një person politika amerikane, këto besoj e din kret. Kështu që teste me pas sa është e fuqishme dhe në këtë pikë Amerika në pozicionin më të mirë të mundshëm. Trumpi ose politika amerikane po e lexon qartë që kundërshtarët e vet deri sot të glorifikuar nuk janë nivelin ku janë, e tash aty ka mund vendos paqja qysh do në Amerika. Pra unë këto e shoh si një fazë e vështirë se vjen keq se ka viktima aty, ka civil që pafashëm që vritën, si në Iran, si në Izrael, si në Gaza që po ndodh, si në Ukrainë, por këto janë teste ose janë faza ku ka mund rrinë një paqe e përgjithshme e mira që ka mu vendosë si pas standardeve edhe interesave amerikane. Kjo i leverdis shqiptarëve. Nëse na gjithmonë jemi aq koshient, sa që në raport me Amerikën mirujt lidhët që i kemi pas historike, por mbi gjitha edhe me vlerësuar ato lidhje. Qeverinë aktuale që e kemi, nuk është fort që i ka vlerësuar ato lidhje shqiptare amerikane edhe i ka vënë ka erë pikpyetje. Nëse citojmë edhe disa opinionistë të qeverisë aktuale, cilët janë pra pro-qeverisë, ata thonë që kanë kritikat të mëdha për Donald Trump, duke quajtur si njëri që po ngjall konflikte dhe nuk po i përfundon ato. Qyre tash, çdo deklarim A në kupton kjo që qeveria e Kosovës ka një qasje të tillë ndaj Amerikës dhe Trump? Unë e mendoj që këtu nuk ka qasje qeveria e Kosovës, është kjo qasje Albin Kurtit. Albin Kurti ideologjikisht është i gatuar si një njeri që ka dyshime ose nuk e don perëndimin. A la beson të imperializmi amerikan e të revizionizmi ruso-bulgar e ky imperializmi europian. Këta a la Amerikën e shohin si koloni. Edhe kjo mund shqetëson, sepse pozicioni politik i Kosovës, karshi Amerikës, është maj keq i mundshëm që ka mund me pas politika jonë. E kjo nuk e di, më që e ka dhe ideologjike, po se po Albin Kurti, por ka pak edhe i buron nga pavësia e ti me kuptuar sa është e fortë Amerika, sa është rëndësishme. Dëgjoni, Amerikën mendon që është i pa për të kuptuar rëndësinë pesh në Amerikës? Menoj që jo, menoj që Albini ushqehet me një iluzion që edhe këtyne interesave të fuqive të mëdha, çfarë është Amerika, mundish me i bo bishtë, mundish me rezistuar. E kjo është gabim. Unë e kallëzuar një fabul këtu, po pak herët për mëngjes, me kuptuar cila pasoja kur ti del Amerikës kundër. Po pelo për fund në ashta, edhe del ma e mirë. Hajde, leje krejt për fund, ndërkohë le t'i kthejmë edhe pak Amerikës, sepse bardhë që ditës djeshme, po ashtu është flitur edhe për një intervenim, për një përdorim të bombës nga ana e Amerikës drejt konfliktit hapur pra në Iran. Çfarë mund të ndodhë? Mund ndodhë diçka e tillë dhe nëse ndodhë, a mund zit kjo edhe një luftë të re botërore? Si po komentohet? Gjithsesi që kjo është problemi më i madh. Nëse nalim edhe shohim çka është ndodhur momentalisht, e kuptojmë shumë qartë që sinqerisht Izraelit nuk i vjen Amerika për me bëu çka është të bëu momentalisht në Iran. Domethënë momentalisht kur po flasim, diku 12 prej kokave të ushtrisë edhe udhëheqësisë iraniane tashmë veç nuk janë. Izraeli ka arrit... Të frikshme kënë mënyra ekzekutive. Edhe mënyra ekzekutive... Në për situata ketë private, dhe më thonë, ka një teknologji të sofistikume në këtë pikë. Janë të pa parashikueshëm. Falë. Jo, pa problem. Dhe më thonë, kjo e problemi ma i madhë. Edhe problemi qëndran kështu të populizmi.
për mendimin tam. Në më tonë lider populist, që është edhe Trumpi në këtë rast, që ka njekin senzacionin. Në më tonë Trumpi ishi kokë kam në këtë konflikt. Trumpi e ka problemin që e gjithë kampanja ati ka qenë kundër luftës. Ka me vendos pache. Ka me vendos pache gjithë ka. Edhe krejt... Mas ne e kritikojmë edhe në këto. Gjithësësi, krejt gjithë njerë që ka qenë për krah ti, jënë ushqy me këtë mënyrë të bëmit politik për një kohë shumë gjatë. Edhe tash problemi ti kryesor është që është me i bindë ata që kjo luft ja vlenë. Se për ndryshë Trumpi do të ishte aty gjithësësi. Mirë, profesor, a e zbe pak imazhin global të Shteteve Bashkuara të Amerikës kjo qasje e Donald Trump që shpesh konsiderohet si dhe jo qasje serioze, jo i matur në veprime si showman? Po tashi unë privohem nga gjykimet ndaj një personaliteti pavarësisht se cili i kemi natyrisht ato opinionet tona për se cilin politikan, se cilin lider, por ajo që do të them unë është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të kenë një rol kyç dhe vazhdojnë të kenë primatin në geopolitikën gjithandej, jo vetëm lindjet mesme, por do të thoja në gjithë globin. Çështja që ndronë se në qoftë se do të ketë një pjesëmarrje aktive, sepse presidenti Trump sigurisht se do të ketë diçka mbas vete dhe këtë e deklaroi kur njëherë tha se është një punë e shkëlqyeshme që është bërë tha me sulmet izraelite në Iran, më pastaj mori shembull tha se duhet ndalohet dhe mori shembull dhe Kosovën tha se unë e parandalova pavarësisht po them lëvizjeve që ndoshta edhe nuk mund të jenë deri diku aq sa ashtu siç ishin paraqitur. Problematika që ndonjë e ke fjalën për kontekstin e Kosovës, deklarata që i dëshiroj? Natyrisht. Pse mendoni, pse keni dilema po mes Kosovës dhe Serbisë? Pse keni? Problemi se Kosova dhe Shqipëria nuk kanë qenë në një luftë, edhe Serbia nuk kanë qenë në një luftë asnjëherë, domethënë që nga 99-ta kur është kryer dhe ka pasur tentativa disa herë të grupeve kryesisht të organizuar, natyrisht të mbështetura nga Serbia dhe më shumë në formë terroriste, akte për të vënë kontroll pjesë caktuar, pra bëhet fjalë për veriun e Kosovës. Dhe ndërkohë kemi pasur një marrëveshje e cila ishte nënshkruar mes ish kryeministrit atëhershëm Hoti, kryetarit serb Vučić në zyrën ovale. Unë mendoj se kjo duhet na shqetësoj sepse çësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos e qeverisë Trump 2, do të jetë shumë jo fort konvencionale. Që marrëveshja ka qenë e mirë, profesor. Po edhe unë mendoj si ka qenë ideale që edhe Serbia e Kosova me u bë pjesë për një me Bashkimit Evropian mu bë pjesë e struktura perëndimore. Absolutisht. Kur e kiko ishin demokratik, për ne është më mirë. Neve na leverdis mu konë Serbia liberale. Absolutisht. Ajo marrëveshje ka pas në thekë që ta. Ndihmat ekonomike në konë gjigante. Kapërcimi ekonomik ishon shumë i madh. Problemi duhet ta shpjegojmë vetëm një gjë. Në aktet e mëdha ndërkombëtare, liderët karizmatik, liderët e fuqishëm, domethënë bëjnë veprime të cilat nuk janë shumë popullore. Dhe ajo marrëveshje u demonizu deri në një shkallë ekstreme, sigurisht nga elemente populiste dhe elemente nga Albin Kurti, ta njësim emrin. Nuk ishin të pëlqyer nga masa. Po tash Veçaj mund ta themi se e ka monopolin me shpallë rrethare patriot. Jo nga Albini. Tjerë sa kanë. Mos ta mitizojmë Albinin. Jo të mitizojmë, pe kallëzojmë. Unë do të thoja atë do quhet albinizëm ose albinistan ose si të quhesh, problematika që ndron se ka një ushtri të tërë, sepse pas ti domethënë janë marrëveshje domethënë të cilat demonizohen fillimisht dhe ka një ushtri të tërë, sepse domethënë nuk është rastësisht se i merr gati 400.000 vota. Pra nuk është Albini, po unë mendoj se pas Albinit ka dhe qarqe shumë të sofistikuara. Ne kur kritikojmë qasjen e tij, si avem emrin Albin Kurti, e lëmë si në ajër, njerëz se kuptojnë. Albin Kurti është problemi këtu. Ai ka demonizuar çdo marrëveshje ndërkombëtare, sepse është antiperëndimor. Ai onat e ka lindja. Këto mirë me ditë. Gjithmonë ka demonizuar dhe s'ka fituar zgjedhje. Albin Kurti prapa atij që ndrojnë segmente të caktuara ndoshta edhe të jashtme që e mbështesin për të krijuar. Kjo që quhet luftë hibride, domethënë janë struktura sigurisht shumë sofistikuara edhe të jashtme që e ndihmojnë Albin Kurti, se ky Albin është që nga 97-a dhe ky Albin ka vazhdimisht ka ardhur rrit. Dhe apo pse ka ardhur? Jeti ka funksionuar. Ka arrit demonizo Rambujen, lidh me arritjen më të madhe, më fal. Çarqe caktuara ndërkombëtare që e kanë mbështet, që janë antishqiptar. Patjetër, demonizo Rambujen, demonizo Vjenën si proces, demonizo pavarësinë, demonizo bisedimet në Bruksel. Këto i ka prezantuar se janë, si më thonë, ngjarje të më të këqija që kanë shqiptarëve, ndërkohë na këtu i kemi arrit fitore më të mëdha.
E njerëz i kanë besuar në racionin, sepse antikritika e Albinit. Se Albinit. kundër Albini gjitha këtyre proceseve? Unë mendoj që tash këtë politikan në shqiptarë Kosovës, po flasë, s'po marrë përsipër shqiptarë Shqipnisë të tjerë, por qëllimet veta politike kanë mundur mi botë dom vendit. Kjo ka qëllimet vete mi botë dom këtij vendit. Unë nuk kam dilema që Albin Kurti është brenda një projekti, nëse më thonë, që e ka qëllimet dhe duke të vend. Nuk më del në ryshe llogaria mu. Shlinja qyra veprime që ka bo. Kur ty ta vën pikpyetje aleancën me Amerikën, kur ty ta vën pikpyetje aleancën me Bashkimin Evropian, që janë jetike për ne, janë kushti bazik për me ekzistuar në Ballkan, na? Edhe qytetor i Levis i çon deri në pikat kuqe, valla dhe këtu o je anti-shqiptar, o je glup. E ky është anti-shqiptar, nuk është glup. Parë çysh po duket kjo. Unë po mendoj se duhet na shtatë me thjeshtu pak krejt. Edhe unë nuk mendoj që Albin Kurti e ka qatë qasje. Unë që ka mendoj që Albin Kurti bën është thjesht që ajo që janë të e bu krejt lider popullist sot në Evropë, në Amerikë e gjithë kohë. Do me thonë thjesht populizmi herë mas here funksionon. Edhe qasja ndaj populizmit veç duhet me kohën me ma shumë populizm. Qasja ndaj populizmit për menimin tem, qysh duhet mi u qas, në këtë rast për partive tjera, na e dim kush Albin Kurti, na e dim qysh funksionon, në fakt na e dim qysh nuk funksionon Albin Kurti edhe njerës që i ka për rreth. Ata e një shemull, më falë. 2016, kur u zgjodh Hashim Thaçi president, lëvizja vendosja e kontestoi ke legitimiteti. Edhe thoshte që në seancën kur zgjodh presidenti i Kosovës, duhet me qenë prezent gjithë deputetët e kuvendit. Kjo i bjen me ja kriju servis, instrumentin, me kriju kur don ngërç institucional, sepse sa herë vjen kjo seancë, sa herë duhet u marrë si vendime, kur zgjedh presidenti, lista serbe ta bojkoton kuvendin dhe nuk bon, Kosova nuk ka president. Pra ai ka kriju gjithmonë, kërkesat i ka qenë mi kriju këtu elemente, servis, që kur don ta destabilizon vendin. Që kjo nuk ka naivitet. Albin Kurti ka ditë paraprakisht cila është fuqia listës serbe, edhe kush e kontrollon. Edhe që ky sot del ty që është kundër shqiptarëve, mu s'kam dilema këtë pikë. Unë besoj që është naivitet. Tu e pa tash edhe në qeveri, se tu e pa tash edhe qysh i merr krejt vendimet, edhe qysh flet në këtë rast për Amerikën, edhe qysh flet për politikën e jashtme, edhe njerëz cilët i ka për rreth. Është thjesht naivitet edhe padituni që për mendimin tim është na shtatë më e dëmshme. Për momentin na jemi një shtet, na për momentin jemi si Bosnia. Do me thonë, për një shteti ku krejt janë marrë me neve, do me thonë, jemi kohë në Ballkan, jemi kohë një far pike e referencës, ku krejt kanë ardhur të na tashmo jemi të lënën masdore. Kërkush nuk mirët me neve, e kemi një konflikt akut që me këndës që flet jashtë Kosovës, thonë, okej, e dim këtë problem, duhet mu zgjidh dikur këtë problem, por nuk është mu koha mu morë me ta. E për mendimin tem që kjo është, që ka nashta kishtë do është, dhe me mri, edhe Serbia në këtë rast, po edhe kjo mozëtësia që na me u bo faktor ma në fund. Me gjithë këto zhvillime, profesor... Veç një plotësim të vogël. Unë jam dakord me kolegun Azdren se mund thush na i ministrat e ti po, kabineti i ti, por Albin nuk besoj që bën, diçka është një djalë shumë inteligjent, ka rreth 30 vjet që e njohun. Veprimet e tina janë të koordinuara dhe pa fat keqe me jashtë vendit dhe po them me keqja, po natyrisht me qarqe majtiste, ultramajtiste, të cilat natyrisht se punojnë me inteligjencë, të cilët punojnë kundrej shqiptarëve, sepse veprimi i tillë, mënyra se si të prish në momente të caktuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qasja e tij në këto rrethona gjeopolitike kur deklaron Vučić, tha se ndodhemi rrethona të vështira, tha megjithatë Serbia do të fitojë. Domethënë në kohën pas kur shihet janë dy konflikte ose dy luftra kaq të mëdha dhe ti akoma nuk e ke të qartë pozicionimin ka do alat, a do mu vazhdu aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do me Evropën, a do mu kthy ka Rusia, ka Kina, ti je met në një farë mënyrë pa aleancë. Dhe fatkeqësia, po jam dakord me ty sepse opozita ka një qasje tepër të butë. Këtu jam dakord sepse ky ka demonizuar gjithçka dhe në një farë mënyrë po ja le ani le dështo ky, po dështo Kosovë. Pra duhet një më madhe e subjektit e djeshme në opozitë, se për ndryshe jemi në rrethona shumë tek. 99, mas që lur Kosova, pas një intervenimit NATO-s, paraprakisht lufta UÇK-s. Mi pason nga shqiptarë atë kohë, që kjo aleancë, që to shtetet mëdhaja perëndimore,
që e bombarduan Serbinë për çështje humanitare ndaj teje, të shkel një rregull ndërkombëtar se kemi qenë pjesë e Jugosllavisë, e ka cënuar integritetin, ka më ardhur një moment ku kanë dhënë sanksione për shkak të veprimeve të një kryeministrit tonë, të kishte zonë budall në kush. Sot po jetojmë ato ditë që kjo është e pa imagjinueshme. Edhe po më thoni që ky ka pru naivishta, jo more, ky që e tha shumë mirë, ky e urren perëndimin. Ju para që edicioni që jemi të folë na Gonxhe, e patët që do njerëz me bindje radikale. Ata i kia rrush me vendosje. Edhe njerëz pyesin ku shkon bashk Albin Kurti me këta imam radikal. Që dyti bashkon një kaus, urrejtja për perëndimin. Ai hoxha që fola ashtu para këtij bloku, e urren kulturën perëndimore, ky e urren kapitalin perëndimor. Armikësh i përbashkët, perëndimi, ky nuk e duron perëndimin këtu. Kjo lindor. Pikë kësaj premise niset edhe ka qëllime me deviju këtë qerën etjen tonë historike. E kjo është e papranueshme. Përfundojmë në mënyrë fatale. Një pyetje është e Gonxha. Tha, a prishet imazhi i Amerikës me këto veprime të Trumpit? Unë e dini sen. Veç Amerika e ka luksin mos më shqetësu për imazhin që e kanë tjetër për ta. Çfarë do mi bon? Albin Kurti del kallzon, qysh Amerika e pa drejt. Na sa është a do me shame në ona. Çfarë do mi bë Trumpi ti? Në vend se me kriju mekanizma qysh me fol me to, ai të kallzon që është e poshtur. Po kjo është mendurive. Të marrim dhe mendimin përfundimtar të bardhë gjithë kësaj se çfarë mund të ndodhë, çfarë pritet të ndodhë atë sa po raportohet. Sepse po flitet dhe frika më e madhe është edhe eskalimi apo edhe ndonjë prekje ndonjë pullet kuqe që do të ishte fatale. Aty nuk besoj që kemi më shku, pa adin që... As në krye me Putinin apo edhe me Trump, që janë dy nga Putini momentalisht i ka problemet e veta, i ka jashtëzakonisht të mëdha ato në një luftë cilën e ka nisë, so ka din që është me alidh kryt, që thonë. Po, gjithsesi Trumpi momentalisht është u i testu ujnat. Njerëz të ti janë pro dhe kundër kësaj lufte, është të provu se cila anë ka me ngreh ma shumë njerëz rreth vetit, dhe vendimi ka mu marrë si për kej popullistave, kur ai e sheh interesin e vetë elektoral. Profesor, si po e sheh shkurt lutem? Unë shpresoj që do të mund të ndodhë edhe, ndoshta, unë shoh që do të vazhdoj konfliktin lindje, sigurisht edhe në Ukrainë, pra do të kemi një kohë edhe këto dy lufta vazhdimsi, dhe do të mund të shkohet edhe ndoshta një konferencë të madhe, ose Macro International Conference for Peace, dhe par paqen botërore, dhe një gjë e tillë në rrethona gjeopolitike Kosovës nuk i konvenon në asnjë rrethon për asnjë lloj konferencë, për faktin se Kosova njihet nga shumë shtete, është deklaruar dhe ka mbaruar gjitha konferencat. Dhe kjo, në qoftë se Kosova do të ketë fatkeqësi dhe do të vazhdoj qeverisja Albin Kurtit, druaj se mund të ndodhë diçka e tillë dhe të futet në një pako të gjitha konfliktet, po flas në të gjitha, jo vetëm në rajone. Dhe kjo shpresoj që të mos na ndodhë, dhe unë shpresoj që do të ketë shumë shpejt përfundim të konflikteve atje gjithsesi, dhe Kosova duhet të ulet sa më shpejt, të zbatoj detyrimet që i ka ndërkombëtare dhe të marrë përgjegjësitë e veta në mënyrë që të krijojë. Sorry me being Dimalbashën. Kretë kjo, unë pajtonë e profesor. E pasë dhe diçka në fund që ta kom me ponë. Që të bëdal tash, nashtë atë sanë shma e mirë, asot për veljonash. Këtë që kjo konflikte botënore, janë në fazë që për rikonfirmojnë, që për mojë lajmë i gëzushëm, dominimin total të Amerikës. Edhe fuqit e dyta e treta, as afër nuk janë me Amerika për nga fuqia ushtarake ekonomike. Kjo në lajmë i mi për shqiptarët, përveç për Albin Kurtin edhe vetëvendosin. Jo, më janë keqo. A pati diçka tjetër me shtu? Jo, Gonxhe se për loni e tjetër, se është pak. Oke, ose mas kamerave. Mirë,